Dikur kur bë debati lidhur me raportin e familjes se e ktheve, debatin ke pas thënë edhe për çështjen e familjes prind 1, prind 2. Vite më parë bëm një deklaratë për mbrojtjen e familjes. Po. Isha një nga firmëtarët. Kur shkoj, gjej kishin hapur një Facebook me foton time, thoshte Zhigolo prej Korçë. Për ty? Po. Edhe unë e mora me humor. Dhe Zhigoloj e bërti? Një sekond pra, po më kishin bërë në Facebook Zhigolo prej Korçë. Dhe unë bëra një humor, bëra shkrim. Çfarë bëje ti si Zhigolo apo s'ta kishe aktivitetin? Nuk ma kishin përshkruar punën, por thjesht më kishin vënë titull. Edhe bëj një kështu shkrim, unë Zhigoloja prej Korçë dhe madje dola edhe në pjesën e emisionit, po bëja kështu, po tallesha me këtë lloj gjë që me këtë lloj titulli që më kishin dhënë. Por në momentin që shkova në zyrë të shtova, kisha 8 gra që më kishin shkruar. Thoshin ti e bëre me humor se je një publik dhe nuk e merr seriozisht. Siç tha Rudina më parë apo ti që s'më bën përshtypje. Ama jo mos bëj fare, unë kam pas lexuar vetë këtu. Kur më shanin për Ramën, ja lexoja Ramën, si edhe kënaqesh. Por të 8 kishin një të përbashkët. Që ishte? Kishin thënë, më bëri shumë përshtypje sepse përbashkoheshin një pikë. Thoshin, po mos kishin pasur familjen në krah, do kishin vrarë veten. Pse? I kishin nxjerr numrin e telefonit, adresën e shtëpisë, thoshin jam prostitut. Pres nga kjo orë deri në këtë orë. Jam kështu, me emra konkret.